Pavarësisht se janë nga shtete të ndryshme, studentët e rajonit përballen me probleme të ngjashme. Për të folur për to dhe për të kërkuar zgjidhje për sfidat që kanë përpara, të rinjt u mblodhën në Shkup në forumin e dytë studentor. Studentë të Maqedonisë, së Veriut, Shqipërisë, Kosovës dhe Serbisë nënshkruan një deklaratë të përbashkët, e cila, siç tregoi Blendi Odaj nga Forumi për ndryshime në arsim, ka për qëllim të bëjë një lloj presioni për përshpejtimin e procedurës së njësimit të diplomave të universiteteve nga Ballkani Perëndimor, që është në kuadër të procesit të Berlinit. Më pas do të votohet edhe rezoluta studentore, ku një ndër pikat e rëndësishme që do të jetë është krijimi i një që kërkojmë nga institucionet e arsimit në Maqedoni, është krijimi i një fondi të pavarur investues për në arsim, që të investohet jo vetëm nga ana e Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës, por edhe nga sponsorë të tjerë, dhe do të lejojë një farë barazie më gjerë të aspektit financiar të universiteteve dhe të arsimit të lartë në vend. Ajo që theksuan përfaqësues të organizatave studentore të shteteve të rajonit është rëndësia që ata të qëndrojnë të lidhur mes vete dhe bashkërisht të veprojnë si për përmirësimin e cilësisë në arsimin e lartë, po ashtu edhe në luftën ndaj korrupsionit dhe jo transparencës. Ideja jonë është që bashkërisht jo vetëm të shpërndajmë ide të ndryshme, jo vetëm që të ndërlidhemi në aspektin kulturor, mirë po edhe të vazhdojmë për përmirësimin e nivelit të lartë të arsimit, mirë po edhe jo vetëm. Bashkimi besoj që na sjell jo vetëm fuqi ndërmjet organizatave, mirë po edhe ndërmjet shtetit tonë. Ono što je jako bitno, što se trenutno dešava u Srbiji, je ta neka nova energija, to da su studenti prosto preuzeli da nekako vode narod, da vode nekako državu na način na koji bi ona trebala da se vodi, i sviđa mi se što se ta energija prenosi i na druge države, kako regiona, tako i Evrope. Dhe duke ditur që studentët tjera studentore ka shumë probleme në vazhdimsi, iniciativat tjera tregojnë se studentët janë gjithmonë aty për treguar se si gjëra që ne i marrim arbitrare jetën e përditshme, në fakt janë shumë të brishta, dhe si ne mund të kundërvihemi gjithmonë atyre për ta bërë jetën tonë dhe jetën e gjithë komunitetit më të mirë. Ky ishte forumi i dytë studentor që u mbajt në 2 ditë të ndryshme me folës të ndryshëm, duke diskutuar për problematika që prekin kryesisht të rinjt. Edicioni i këtij viti u mbajt në sloganin "Çohu, ngrihu për të drejtat tona, për njëri tjetrin, për të ardhmen që meritojmë".